quhem Zejmi Mehmeti, në komuniteti rom. Merrem me tregti pusësh. Jam edhe shofer kamione, merrem me punë tronda. Vime, domethënë na jashtëti na imigrimi, se kemi qenë në azil. Në 2014 kemi marrë rrugët e imigrimit. Kemi shkuar në Gjermani për herë të parë. Dhe na aty mos ne kemi netu kati na 2 vjet kati. Aty vazhdojmë shumë, u kthym prapë në Shqipëri. Aty mos ne fillon kalamaj të shkollën në Shqipëri, prapë. Shkolla i zbërishit 9 vjeçare. Kemi marrë pjesë në mbledhje çdo muaj me drejtoresh, në drejtoresh me mësuesat për sigurinë e internetit të fëmijëve. Mos kenë dhunë, mos kenë probleme në për shkolla. Kam marrë pjesë gjithmonë, kam ardhur. Çdo muaj kam ardhur, kena pas mbledhje. Edhe besoj si do ecim përpara. Fëmijët e mi nuk është nevoja unë të flas shumë për ato, po aq mirë më flasin mësuesat, drejtoresha, se s'kan probleme. Banorët, me komshit, me komunitetin, ku do të shkosh, me komunitetin, kanë ecur përpara me zhvillimin e jetës, shkollimit, edukatës. Unë përkushtuar shumë për fëmijët e mi, jam shumë i përkushtuar. Unë bashkë me bashkëshortën time. Për jerim kohë, sepse unë vi në pashkollë, pak të ato të din oraret e shkollës, oraret e mësimeve, të gjitha t'i bëjnë, aq mundësi sa kam. Dhe tjera t'i ndihmojnë edhe mësuesët, i kanë ndihmuar. Mësuesët i kanë ndihmuar shumë. Kanë marrë gjithmonë, i kanë marrë na për mbledhje, na për këto, për vizitime, për shkrime, për digjitale. Kemi gjitha, që Zoti na ka ndihmuar, na kanë afruar. Nuk kam pas dallim racial. Se unë e kam me gjithmonë si heci fëmija ime dikush bëhet nesër, të keti zanat, keti një diplom nesër, kur do të filloj punë, e ka po këte kursin për çunin tim, për flasë, për fëmijët e mi. Unë djalin e kam futur edhe kurs berberash. Kur të shkoj të filloj vëm punë, ke bo çfarë shkolle ke bo, kam bo. Aty si ditë ta bëj, ka është i përgjithshëm për atë punë si do të bëj.